Stambolli është zgjedhur tashmë si vendi neutral për takimin historik mes SBA-s edhe Iranit, duke tërhequr kështu pra vëmendjen e të gjithë botës. Pse u zgjodh Sokol pikërisht Stambolli për këtë përballje të ndjeshme diplomatike? Po në fakt edhe në median turke ka dy ditë që tema kryesore që po debatohet është që në negociatat tashmë mes Amerikës dhe Iranit atë të jetë pika kryesore, pika diplomacisë, tavolinë diplomacisë në Istanbul apo në Oman dhe ka mendime të ndryshme, por tashmë me sa duket dhe të shohim ditën e premte që të kemi tavolinën e diplomacisë tu, por pse rrjedh se ka rrjedha këtu, pse Turqia është kaq e rëndësishme për Iranin, ku në fakt deri më tani qoftë në luftën dyjavore të Izrael-Iran, po ashtu edhe në bombardimin e Amerikës që i bëri Iranit, Turqia nuk kishte rolin konstruktiv në këtë kaos, por tashmë duket që është i ka dhënë një rëndësi krejt tjetër edhe Teheranit Turqisë, sepse siç dihet aleatet e Iranit, pra në aleatet e dekadave të fundit të Iranit, siç është Rusia, Kina, tashmë edhe Venezuela që është edhe Maduro nuk është më atje, por edhe shumë shtetet e vogla tjera sikur Kuba apo edhe Korea e Veriut tashmë nuk janë pranë Iranit, sepse u pa krejt qartë edhe në qershorin e kaluar, të vitit të kaluar, që Irani duket që ka aleat, por ja thjesht në letra dhe jo realisht sikur janë aleatet e NATO-s apo të Perëndimit, dhe për këtë arsye i vetmi alternativë që ka ngel për Teheranin dhe për Ajetullahun, po ashtu edhe për Pezeshkianin, presidentin iranian, ka mbetur Turqia. Turqia ka marrëdhënie krejt ndryshe me Iranin, edhe pse në rajon janë rival të rëndësishëm në thojzat e botës islame, pra të gjeografisë ku popujt në më shumicë janë musliman, dhe e njëjta Turqi është edhe është në krahun perëndimor, pra është në Amerikën, dhe pusulla e Turqisë, Ankaras, është drejtuar nga Washingtoni dhe Brukseli. Tashmë do të ketë ndikim apo jo, edhe me sa duket Irani dhe politikërësit e Iranit, qoftë edhe regjimi i tyre, duket që ka filluar të shohin një shpresë vetëm në Ankara, pra tek presidenti Erdogan, që mund të negociojë deri diku që për mos për shkallëzimin e gjendjes jo vetëm thjesht në Iran, por edhe në të gjitha rajonin Greqi. Sokol, ndërkaq mendon se po shndrohet Turqia në negociatorin kyç pra mes Washingtonit dhe Teheranit, pasi Turqia ka shfaqur vite me radhë aftësinë ndërmjetësimit në lindjen e mesme, duke mbajtur kështu edhe kanale komunikimi pra me të dyja palët, dhe nga ana tjetër, a është tashmë Stambolli vendi ku do të shmanget lufta, apo ndoshta mund të nisë edhe një kapitull i ritensioni? Pyetja e fundit është pak e vështirë që të themi kur që kështu është, por më sa duket në arenën diplomatike, pra në luftrat që tashmë janë krejt të hapura, sidomos të 4 vitet e fundit mes lindjes dhe Perëndimit, ku në lindje hyn edhe Rusia, por do të thënë kjo që Turqia po dita dites po e ngren nivelin e vet si aktor rajonal, por edhe në diplomacinë rajonale, ndoshta edhe globale. Kjo falë edhe nevojës që pakti aty Atlantik, pra NATO e Amerika, por ashtu edhe Europa, duhen të kenë një kanal komunikimi me lindjen, pra me në thojë si që quajnë Perëndimi, pra jeni me ne ose kundër nesh, pra jeni të bardhët ose të zezët, pra jeni engjëjt apo jeni shejtane, dhe për Perëndimin, pra për Amerikën dhe Europën, shejtani është Irani, është Rusia, është Kina. Këtu lot një rol shumë të rëndësishëm Turqia në diplomacinë e saj, normalisht që falë edhe përvojës shekullore të Turqisë që diplomacia për Stambollin ka qenë. Gjithashtu pa do të jetë pika kryesore Stambolli, pra do të jetë ai qyteti që me të vërtetë do sjellë paqe tashmë në Iran, por ashtu edhe për në Rusi. Kjo ende ndoshta është herët për ta thënë që po Stambolli të rire, sepse siç dihet të 4 vitet e fundit është i vetmi qytet në botë që ka arritur të ulë në tavolinë liderët, më thënë, në ulë tavolinë të pjesët e Rusisë dhe të Ukrainës, po ashtu edhe shumë konflikte të tjera, por është ende vendimtare, më thënë, Stambolli. Kjo është shumë për të qyruar, sepse siç e thash edhe në fillim,
që Turqia në gjitha mediat, sidomos në mediat proqeveritare që komandohet totalisht nga presidenca e Turqisë, u debatonte që Irani nuk do që të negociojë në Istanbul, për të negociojë në Umman, në shkaku që mos të dihen sekretet e Iranit të qoftë nga një shtet në thojza suni, pra musliman, suni, sepse si dihet Irani është shit, por gjithsesi Istanbuli, po ashtu dhe Ankaraja me në krye presidentin zotin Erdogan dhe ministrin e Punëve të Jashtme zotin Hakan Fidan kanë treguar një sukses të madh për jetik për Turqinë dhe për rajonin, por se sa do të jetë pika përfundimtare, domethënë finali i paqes, a do të jetë në Istanbul apo jo, këtë do ta shohim në ditët e vijnë, por gjithsesi tashmë Istanbulin në gjitha vendet të kryeqytetet botërore, kur bëhet fjalë për kaose, për luftra, për ashtu, duket pika e parë që të paktën negociatat fillojnë dhe mund të marrën në qytete të tjera, por është shumë i rëndësishëm, do ta shohim në fillim, sepse ndoshta mund të flasim më vonë, por sidomos Irani është shumë jetik edhe për të ardhmen e Turqisë, sepse nuk është as Irak, as Siri, dhe është një ndër fuqitë më të mëdha qoftë nga ana e armëve, po qoftë nga ana ekonomike, po ashtu edhe sociale, që mund të krijojnë trazira dhe mund të krijojnë edhe shumë destabilitet, jo thjesht në Iran, por dhe mos në Turqi mund të jetë një kaos në Iran apo një përshkallëzim i situatës në mbar Iranin, faturën më kryesore pas Iranit do ta paguajë Turqia, sepse këtë ka paguar edhe me luftën e Irakut po ashtu edhe të Sirisë. Sokol, nga ana tjetër, mund të shihet tashmë Istanbuli, nëse takimi do të zhvillohet sigurisht në Istanbul, ndoshta si një instrument presioni politik për të dyja palët? Jo, për të dyja palët jo, sepse në sa duket dhe nëse referohemi edhe burimeve zyrtare të Teheran, qoftë Ajetullahut, pavarësisht se bën fjalimit e tina i bën jo online, i bën online dhe jo live, por edhe prononcimet zyrtare të sistemit dhe presidentit Pezeshkian i bën pak me nuanca diplomatike, por presion jo, sepse Irani tashmë në sa dihet dhe tashmë që nga qetë ka kalu koha më të flasën dhe këtë më dirëshëm shumë gjëra dalin në pa. Para luftës dy javore të Izraelit në Iranin, po ashtu dhe bombardimit të Amerikës, tashmë shohim krejt qartë që kemi pas 3 takime top secret mes Amerikës dhe Iranit në Umman. Pra këtë tregon që Irani e ka forcën e diplomacisë dhe në gjendje lufte, pra gjatë atyre luftës dy javore, Irani ka negociuar direkt me Amerikën, pra Teherani direkt me Washingtonin dhe me Pentagonin ka arritur të jetë negociues edhe gjatë luftës, kështu që a mund të jetë presion jo le për të dëshiruar presioni, sepse qëllimet e Trumpit janë ato që deri tani të paktën edhe pse ka vonuar nuk është zbatur, nuk është zbrapsur kurrë, domethënë Amerika në fakt jo vetëm Trumpi, por edhe Amerika në luftën me qëndrimet e Amerikës ndaj Iranit, por a do t'i pranoj Irani ato kushtet që i dën Amerika, ku Irani dhe falë Turqisë, për shembull një diplomaci ndoshta krejtë nga më modernet e kohës së sotshme, është që të negociojmë me paketa. Pra, për çfarë do të flasim atje, për uraniumin dhe armët nukleare. Okej, do të them për këtë le të flasim. Dhe këtë ka parashtruar dhe Ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, që kjo do të jetë një negocim krejt tjetër, por me parë nga ana tjetër, pra nga Amerika, nga Witkoff, ato thonë të vëmë të gjitha në tavolinë, pra të gjitha paketat që jetike për Amerikën janë që jo vetëm thjesht uraniumi apo armët nukleare, por të eliminoj automatikisht brenda një kohë shumë të shkurtër, pra një javore, 2 javore, dhe të gjithë programin dhe bomba që ka bërë interkontinentale apo dhe bomba që mund të bombardojnë bazat amerikane apo edhe Izrael. Pra do t'i pranoj Irani apo do të jetë një luftë totale me Amerikën, këtë do ta shohim. Për presion me sa duket Irani nuk e ka forcët të bëj presion në Amerikës, por Turqia mund të ndikojë në të dy anët pak në presion, sepse edhe politikat rajonale të Turqisë në ashtu janë konkret, janë totalisht sinkronizuara me interesat amerikane në rajon, pra kështu që Ankaraja ka marrë duke parë se kush do të jetë i forti për vitet të radhë, për dekadat me radhë, edhe i ka updetu edhe strategjitë e veta, kështu që
përputhshmëria dhe interesi i Turqisë në rajon, në politikat sa rajonale janë totalisht të sinkronizuar me amerikanët, kështu që Turqia deri diku mund të bëjë një presion pra për të dhënë një pauzë apo për të zgjatur kaosin në një kohë më të largët. Këtë mund ta themi, por si presion domethënë Irani, Turqia apo Turqia, më falni, Irani, Amerikës, kjo duket që shumë e largët. Sokol, në gjithë të proces, sa afër e sheh marrëveshjen dhe nga ana tjetër sa afër mund të jetë edhe përplasja ushtarake në rast të dështimit të këtyre bisedimeve? Përplasja ushtarake që Amerika të kalojë në territorin e Iranit në ushtar, shumë analistë dhe shumë profesorë dhe shumë eksperta të çështjes thonë që kjo është e pamundur, sepse Irani është krejt tjetër nga gjithë rajone, apo nga shumë vendet e botës, kështu që Amerika mund të bëjë një strategji, mund të luajë një lojë siç e luajti Izraeli me të dy javore dhe pastaj i vuri pikën kur filloi të humbë Izraeli, Amerika, pra Trumpi i vuri pikën me brdyshat dhe bombardohet dhe tashmë ta mbaroi lufta. Të njëjtën gjë mund ta shohim dhe me sa duke parë edhe kozjatja e bombardimit, domethënë mosndërhyrja e Amerikës, sipas shumë strategjive thonë që po e shohin se sa ndim ka arritur të marrë Teherani, pra të marrë Iranin gjatë këtyre 6 muajve të fundit, pra pas luftës 2 javore sa ka arritur, sepse bëhet fjalë, pse ndoshta mund të jetë teori konspiracioni, që shumë avion kargo kanë kaluar nga Rusia, nga Kina, nga India, nga shumë vendet e botës gjatë këtyre muajve të fundit, pra ka shkuar në ndihmë për një sulm amerikan, i kanë shkuar në ndihmë Teheranit që edhe ato të bombardojnë të gjitha bazat amerikane në rajon, ku bëhet fjalë nga Katari atje sipër të gjithë gjirin Persik, ku do të thënë edhe kjo që bazat kryesore, ndër bazat kryesore në rajon janë edhe bazat e NATO-s, bazat e Amerikës në Turqi. Për këtë arsye, edhe Amerika e provon se sa ka arritur të heqë forcën, ashtu për me sa duket edhe nëse shohim prononcimet zyrtare të Moskës dhe të Pekinit, duket që Irani po ashtu siç ka qenë më parë, do të jetë përsëri vetëm dhe sulmi me sa duket, pra me këtë pa marrë Amerika të gjithë 100% atë që do, nuk do të mendenoj këtë shumë, sepse dihet domethënë edhe Abraham Lincoln janë jetë më të mëdha pra të Amerikës, pra ata që me të vërtetë japin shkëmbijën e luftës dhe çojnë merren vetëm me lëvizjet e tyre nëpër të gjithë oqeanet, janë shumë pranë Iranit, ku edhe dje kishin një incident që disa dron i ka eliminuar Amerika, pra anijet e tarake të Amerikës kanë eliminuar disa dron të Iranit, pra në gjirin Persik, dhe kjo le të thotë, domethënë të thotë që ose me të vërtetë pra jemi afër një pausi ose paktën për 2 vite të ardhshme derisa të jemi para zgjedhjeve presidenciale të ardhshme të Amerikës, nuk do të kemi një konflikt, ndoshta para zgjedhjeve të kemi, por është ajo ky start i një paqeje, kjo le të vërtetësuar, sepse nëse i referohemi Amerikës dhe sidomos politikave të Trumpit, pavarësisht sa janë të Pentagonit, por këtë vitin e fundit që ka ardhur Trumpi, asgjë nuk është lënë pa u bërë. Pra, kjo tregon që Trumpi do të bëjë diçka, por se si do ta bëjë, me të vërtetë që do ta shohim, edhe normalisht edhe ndikimi këtu i diplomacisë së NATO-s, pra që është Turqia në këtë kaos, ndoshta mund të ndryshojë diçka, por reagimet e Amerikës, po ashtu edhe të Izraelit, tregojnë që këtë dimër me patjetër do të kemi një sulm kundra Iranit. Në fakt, Sokol, rrëzimi i një droni iranian nga avioni luftarak amerikan F-35 pranë aeroplanmbajtëses Abraham Lincoln shënon sigurisht pra një nga incidentet më serioze ushtarake mes SBA-s dhe Iranit në gjithë këto muajt e fundit. Mendon se ky ishte një akt i domosdoshëm mbrojtës, apo mund të quhet edhe një sinjal force që rrezikon ndoshta edhe një përshkallëzim të konfliktit? Prononcimet zyrtare të ndjeshme të dy anëve, pra edhe të Shtëpisë së Bardhë, por edhe të Teheranit, ishin që të dinë të drejtën e tyre ndërkombëtare, sepse sipas Iranit është afritur anijet apo gjëra lundruese kanë kaluar në territoret e saj, dhe nëse kalojnë në territoret
Iranit automatikisht do të shpallin luftë, pra, por dhe Amerika thotë jo, nuk kemi qenë në ujnat e Territ, në ujat ndërkombëtare, pse mund të afrohet edhe me shumë afër metra. Nëse është pra në ujrat ndërkombëtare, Irani nuk e ka çfarë të bëjë, po ashtu edhe Amerika nuk i bën gjë. Pra, me sa duket të dyja jo drejt një përshkallëzimi, po një testim njëri tjetrin, ku të dy anët pra thonë që jemi me të drejtën ndërkombëtare, në thojë sa fuqi ka drejtën ndërkombëtare është tjetër, por gjithsesi të dy po lozin jashtë çdo rregulli, por të dy thonë që i përmbahemi të drejtës ndërkombëtare, pra rregullat ndërkombëtare, dhe kjo ditët në vijim apo edhe natën e sotme mund të shohim edhe reagime të tjera. Ndërkaq Sokol, mendon se po përdor Irani taktika të testimit të kufive të shërbas në rajon pasi ushtria amerikane deklaroi se droni iranian kishte qëllim të paqartë, por u konsiderua më tej si një kërcënim drejt për drejt për një nga asetet më strategjike të marinës amerikane. Po, të dronët tashmë janë sikur i kemi pasur dikur si plumqor. Asajt edhe vërtet sipas ekspertëve të asaj teknologjie thonë që ato dalin jashtë kontrollit. Pra, është shumë e thjeshtë, edhe një fëmijë që ditë përdori shumë mirë teknologjinë e fundit edhe nga celulari i tij mund t'i nxjerrë jashtë sistemit apo se jashtë rrugvajtjes ku do të shkojnë ata dronë qëllimit të tyre, dhe kjo është një gjë normale nga ana teknologjike, mund të themi, por gjithsesi këto nuk janë rastësi dhe vetë përshkallëzimi apo për të mbrojtur një tjetrin jo. Irani vazhdimisht ka një diplomaci pak ndryshe, ndoshta e ka nga historia dhe nga përvoja historike e saj, që mundohet që çdo lloj kaosi apo çdo lloj fatkeqësie ta shpërndajë në rajon e parë, nëse nuk e arrin atë që për dekada më radhë ka arritur, pra domethënë të bëj ajo që të vinte në kufirin e saj, ka arritur ta shpërndajë deri te Houthi, pra deri në fund të gjirit atje më tan. Por sa do të jetë e fortë tashmë, jo, sepse edhe taktika amerikane, pra ajo euro perëndimore, e ka arritur ta kuptojë strategjinë e Iranit, që do të thënë të ulet, të bisedojmë, do të arrijë qëllimet e veta, por në vitin e kaluar u pa kjo që Amerika tashmë nuk është në pranë kësaj, dhe nëse ju kujtohet dita që u bëjtën negociatat, pra ishin negociatat e teta në mos gaboj, po atë natë bombardimet amerikane filluan. Po ashtu në njëjtën mënyrë për shembull kemi edhe me Maduron, ku Amerika tha që kemi tashmë patjetër kemi negociata të marrë shkoj thak atje mori e çojnë në Amerikë. Po ashtu edhe me Putinin, ishim në Alaska, bëmë këtë, domethënë jemi në ashtu ku në njëjtën anë furnizonte edhe Ukraina në maksimum me arpa, varësisht se Amerika thotë paguan Europa, por gjithatë janë, do të thënë që janë strategjia kryesore e Amerikës. Pra, ka ndruar taktik Amerika, ku ai që ditë luaj me Amerikën, Amerika e di më parë se çfarë po luan me Amerikën, kështu që do të kemi një gjë krejtë ndryshe, por me sa duket Irani për Amerikën është shumë më interesant dhe shumë më jetik, domethënë strategjia e saj, sepse vetë qenia e Izraelit në Iran sipas Amerikës është nëse do të kemi një Iran sikur është Siria e sotshme apo Iraku i sotshëm. Pra duhet destabilizimi totalisht në masë të gjithë rajonit, që Izraelit të mbizotërojë dhe mos të ketë askush të flasë, asnjë media bile, dhe jo forcë ushqare, po asnjë media mos të flasë për ato krimet më barbare që janë bërë në historinë e njerëzimit gjatë këtyre 2 viteve të fundit nga Tel Avivi. Mirë, Sokol, për ta mbyllur pyetja e fundit, ndërkaq Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të qartë se do të mbrojnë asetet ushtarake, por çdo ndërhyrje ndërkaq rritet edhe rreziku në reagimit zinxhir. Sokol, ku është vija e kushej që nëse eskalohet, pra e çon situatën nga incidente në një konflikt të hapur? Nga Amerika nuk, domethënë besoj që ka planin e vet dhe nuk pret asnjë gjë që të ndodhë një sebeb që unë të agjuaj Amerikën, kurse nga Irani, me sa duket, domethënë tashmë Irani nuk ka vijat e kuqe, ose se të paktën ende nuk janë shprehur se ku kanë vijat e kuqe, sepse nëse referohemi viteve 14 viteve të fundit të Iranit, ku Amerika edhe zyrtarisht me publikimet zyrtare, por jo thjesht në teori konspiracione, që nga vrasja nga eliminimi dhe ekzekutimi i komandantit Suleimanit të Kudusit, që është një ndër ushtrisëve të forta të Iranit, pra në rajon, ajo që ka përgatitur Houthit, Hizbullahun, Hamasin dhe qindra apo dhjetra fraksione të Hamasit dhe të Hizbullahut me armë në dorë,
që ka bërë, me vërtet ka bërë terror në nga janë, që duhet të thënë patjetër, që të largohet të keqen e saj, kurse në qibrazja tina çfarë bëri Irani? Irani, siç e ka thënë edhe Trumpi në kur ishte president për herë të parë, tha që Irani më ka thënë dëgjuaj tha 2-3 bomba atje që edhe të jesh mirë. Pra dhe nëse referohemi edhe luftës 2 javore të kësaj, pra dalin publikimet zyrtare, jo teori konspiracion, por zyrtare që Irani ka folur vazhdimisht me Benjamin Netanyahu, pra Teherani ka folur me Tel Avivin dhe ka thënë që tash do të bombardoj këtu, do të bombardoj këtu, kur Izraeli, në thojë, apo Amerika, kushdo që qoftë, arriti të eliminonte e gjithë asetet dhe kokat, pra inteligjencën e Iranit të këtyre armëve bërthamore, të pasurimit të uraniumit të gjitha, dhe nuk e pami një vit e kuqe për Iranin. Pra gjithashtu dhe lufta 2 javore, po ashtu edhe bombardimi i Amerikës, pra se kur ka vijen e kuqe Irani, kjo le shumë për të dëshiruar, nuk e dim se ne ku kemi, por me sa duket Irani nuk tashmë nuk ka asnjë lloj force që të doja ashtu, por pret nëse do të bien normalisht që të paktën tani ekspertët thonë që nuk do të jetë me ai Irani në lojën e kalamajve, pra që unë për të gjuaj një bombë dhe të bën edhe ruju të largoj ushtarët e tu, por edhe të kemi bombardime nga Irani stuhet, por me sa duket strategjia e Iranit, sidomos tashmë që pas gati gjysmë shekulli që sistemi apo regjimi i Ajetullahëve ishte themeluar për një luftë për të eliminuar në thojë e gjithë Izraelin, për të eliminuar sistemin sionist që fut në Izrael dhe i jep haber që ja po ta gjuajnë një prej, po ta gjuajnë një pushkaliqe, ne po ta gjuajnë një gurë, ne kjo neve na jep të kuptojmë që pikat e kuqe për Iranin po të thuash nuk kanë ngelur, sepse duhet forca dhe ajo forca me sa duket Irani nuk ka, por ka edhe nga ana tjetër Griselda që thonë që Irani ditë diplomoj, të ndjeku diplomacinë dhe deri në pikë të fundit. Po kur që ka pika e fundit për Iranit, atë na duhet kohë që ta shohim apo të arrijmë të kuptojmë diçka, se ku ka pikat e kuqe Iranin në luftë qoftë me Amerikën apo edhe me Izrael apo me vendet e tjera.